Black Shoes Band dhe Elizabeta, a ka nuja të burime. Kur të kam kohë, po jo premtoj që do të vij. Besoj që do të kem kohë, po edhe që s'kem kohë, bravo. Faleminderit shumë. Sukseset tutje është e vështirë, do të thotë, që sepse ju për njerëz të ndërgjetshëm, do të thotë mund t'i skuqni njerëzit, thotë kur ju shohin e nuk mund t'ju ndihmojnë. Edhe në këtë rast siguron. Faleminderit shumë, besoj do të bashkangjitem. Faleminderit edhe nga ju. Edhe shpresojmë të shihemi. Ok, patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit tek Zonës dhe të gjithë juve, do të sepse Zona ju ka përfaqësuar dhe juve dhe të gjithë tjerë përshëndes përzemërsisht gjithë ata 5000 aktivistë aktiv dhe ata tjerë që janë më pasiv. Edhe ata që janë krejt pasiv. Edhe ata duhet bëhen më aktiv, pastaj të kalojnë shumë aktiv. Do të vazhdojmë. Për t'ju respektu edhe juve, sepse me gjithë aktivitetin tuaj që ju e keni si shoqat, si fushat, ta pasrojmë Kosovën, kam ftuar nga shoqata sociologëve dhe 2 sociologë tjerë, edhe ata do t'janë marrë do të mënyrë hulumtuese, mënyrë shkencore me njerin prej problemeve, pse qytetarët derdhin ujë katë munën e për qyteti. Ftoj sonde 2 sociologë të rinj nga shoqata sociologëve të Kosovës, Jehona Bajramin, kolegën time, edhe Faton Spahiu. Faton Mesirë, urna. Sa mirë, po ma hjeshoni emisionin vazhdimisht me studimet tuja, dhe të une prej shpirti jam sociolog, nuk e një sociologjin hish, përveç që shoh sjellje sociale që nuk janë në rregull, do të thotë. Dhe ne mjafton do të që dalim pak deri në Evropë, kthehemi dhe shohim që diçka nuk është në rregull. Do të kjo është e tëra që mund të kuptojmë nga nocioni sociologji tek ne. Po, e që për neve ka shumë brumë, kështu fatkeqësisht. Sidomos në Kosovë. Na kemi me shumë sene mua. Fatmirësisht për shumë tema dhe hulumtime që keni bërë. Emisioni e kaluar ishte tema nga shoqata juaj. Ka qenë ndikimi i bastoreve dhe lojrave tjera tek fëmijët nën moshën 18 vjeçare. Sonte që keni sjellë hulumtimin? Sonte kemi me fol për fenomenin e urinimit në parkun e qytetit të Prishtinë. Vetëm në park apo vetëm aty do të jeni përqendruar te parku? Jemi fokusuar shumë. Se ndoshta para banesa, mas banesa, nuk për parkingje. Është shumë e vërtet. Jemi fokusuar më shumë park, por nuk do të thotë kjo që edhe nuk ndodh në qytetin e Prishtinës. Gjithandej. Hyrjet e banesave janë shumë atraktive. Sa për ilustrim, një ditë isha tu zbrit prej menzës studentëve dhe tek biblioteka universitare tash që është duke u ndërtuar, ka qenë 9 mëngjesit kur kum has me një person i cili e krynte urinonte në bibliotekë. Urinonte pranë bibliotekës. Relaksoni se jete ndosën pak për shkak të si sociolog, pesho që po duket si fenomen shtu urinimi, tash qa me bo. Disa, po Jehon? Po, kësha dashtë edhe unë me plëcu relaksoni, me relaks. Na si shoqatë sociologëve gjithmonë jemi kërkim temave cilat ne mundemi me trajtu dhe për cilat s'ka pas të dhënat sakta, më donë se i kemi pa për ditë. Si e përmende banesat kolektive, banimet kolektive gjithmonë janë cak e këtyre njerëzit të cilët çka po di për arsye të ndryshme vendosen me po i sulmojnë me urinim. Po, ama unë isha të mendu Prishtina nuk është kush e di fare qyteti i madh që njerëz mos e mujt ndoshta me zgjedhje alternativa tjera, edhe kanë një ndodhur ndoshta prej gjithë asaj që kemi marrë ne prej këtij studimi, ndodh se njerëzit e kanë krijuar një farë shprehi të tillë edhe nuk ndalen ndoshta në vende të caktuara të pyesin njerëzit, ta shfrytëzojnë WC-n në ndonjë kafiçe apo çka të tjetër, po vendosin ashtu ta bëjnë aty ku munden. E fatkeqësia është se pse zgjedhin parkun ta bëjnë, ndoshta ndodh ajo se në park ka më pak njerëz, e në parqet tona nuk ka madje edhe ndryshim, kështu që vendosin që gjatë mbrëmjes shkojnë dhe ta përdorin. Gjatë mbrëmjes? Gjithë ditën e majnë vetë mbrëmjes shkojnë? Edhe se kisha më lidhë të pak... Mirë, okej, po e kuptoj që ju do të thotë hulumtimin e keni kryer vetëm në parkun e qytetit, në varë forme, si vend ku njerëzit do të shkojnë mu qetësuni, është vend i rekreacionit me padët, mu relaksu dhe shohin do të thotë aktivitete të ndryshme. Dje, ka urinu njeni gomën e makinës time, para banesës time.
Po, jë mdalë, do t'i mdalë dhe shtu në mënyrë demonstrative, thash a je normal, qa po bën, sa ndë, dhe ma bëj kështu. Shtu Sigurisht to. Dhe cili është rekomandimi juaj? Thotë, kjo na po e shohim si fenomen gjithandej, thotë, megjithëse ulëmtimet juaja bazohen në Prishtinë. Po, ne kemi qenë 3 ditë në terren, për fokus e kemi pas parkun e qytetit, dhe gjatë 3 ditëve tona që kemi kaluar atje, me gjas ekziston një person konkret i cili rri në park gjithë ditën dhe e kryen ndoshta rolin e sigurimit të parkut. Po, mirë, po fatkeqësisht ne se kemi hasur dhe se kemi pa për 3 ditë. Tash normalisht ne s'kemi pas kohë që një javë trim aty të ta shohim se kur po e gjejmë dhe kur jo. Për ato ditë që kemi kaluar ne që mos t'japim ndonjë deklaratë se ai njeri nuk punon apo diçka të ngjajshëm, po ne se kemi pa. Është pa përgjegjësi do të menaxhmentit të komunës Prishtinës. Si me gjithandej gjas që po. komunave tjera, po. E tash, fatkeqësia e gjithë kësaj është se në këtë park qytetit ekziston një WC publike e cila me gjas nuk është funksionale. Është pothuajse në fund të parkut, në anën e djathtë tek pompa e benzinës, që na thyt neve që të nxjerrim edhe rekomandimet tona pas këtij ulëmtimi. Një nga rekomandimet tona është edhe pozicionimi i duhur i kësaj WC publike në mënyrë që njerëzit ta shohin atë. Sepse çapo di mundën me përdorur si arsye se nuk ekziston apo diçka e tillë. Madje kështu kanë pohuar gjithë ta njerëz që na i kemi intervistuar, të thotë 75% të njerëzve kanë thënë se sipas tyre nuk ekziston një WC e tillë dhe meqenëse nuk janë shumë fajtor nga se pozicionimi i kësaj WC është jashtëzakonisht larg, njerëz nuk mund ta shohin, nuk ka sinjalizues parku, përderisa gjitha parqet në botë kanë sinjalet e tyre, nuk ka një rregullore zyrtare. Kështu që kjo është një nga rekomandimet tona. Në një qytet të Evropës, pikërisht në Luksemburg, më ka shpjeguar një kamarier, thotë që jemi të obliguar, është obligative, thotë, është një formë e ligjit, që çdo qytetar që hyn brenda në lokal, kërkon ujë, duhet t'i japim, dhe çdo qytetar nëse kërkon ta shfrytëzojë WC-n, patjetër duhet t'i sigurojmë, dhe nuk kemi të drejtë as të kërkojmë, do thotë që nuk bën, as të kërkojmë të holla, as diçka të ngjashme. Dhe pikërisht mendoj që këtu në Prishtinë kjo metodë po përdoret sot për me shfrytëzuar WC-të lokale. Domethënë, nëse kemi nevojë për WC, atëherë patjetër detyrohesh në një mënyrë me hin lokal, me pi një pi edhe nëse nuk tu pijet, vetëm për ta shfrytzuar. Njëjtë po i bën. Vetëm për ta shfrytzuar. Njëjtë po i bën, thotë se kapaciteti i zbritur pra po rritet. E detyrueshme. Je unë, po. Mirë, një tjetër rekomandimi joni, me që i përmendëm paret edhe pagesën, ne mendojmë fuqimisht se ky akt duhet dënohet, sepse neve shqiptarëve e dim gjithë që na dhem, momentin që na preket kaparja, neve na dhem, kështu që momentin që ai zotniu i cili ka për obligim të qenë afër parkut, edhe Komuna Prishtinës apo edhe Ministria e Mjedisit e simulojmë një rrogë pak më të mirë. Jo, ne ekzistojnë nëpër botë ekopatrolla quhen. Po që edhe të ne duhet të merren masa që të ekzistojnë, jo një, po një ekip. Sigurisht. E shoqër parkun se kemi shumë të madhe dhe s'kemi shumë parqe në Prishtinë, pra ato që i kemi t'i ruajmë, edhe në momentin që qytetarët ndëshkohen me një gjo 15-20 euro, sado që ata përcaktohen, unë e di që do të shkojnë në numër më të vogël të njerëzve që bëjnë gjëra të tilla. Do të edukanti, apo do ta ndronte këtë farë norme zakonore, adet, si më quhet. Adet. Ndoshta kisha shumë më lidh këtu, sipas statistikave që i kemi marrë për ulëmtimit, dikon 86% të anketuarve kanë pohuar se kanë hasur persona të cilët kanë urinuar. Domethënë 86% është shohim çdo ditë. Mom. Shtu, këto borë qeverisë është. Jehona falënderit shumë, Faton, ju falënderit shumë, do të që erdhët. Ju pres edhe javën tjetër, po ashtu nga shoqata, kur do që të vini. Ma keni hjeshu emisionin, me këto ulëmtime, dhe po ndihem shumë mirë, që ulëmtimet tuja janë shumë praktike, janë shumë konkrete, dhe kjo më pëlqen shumë tek ju, sepse ne po flasim, shumica e njerëzve intelektuale në Kosovë mirën me çështje madhore,
Po, saktësisht, të gjërat e përditshme po harrohen. Po, përditshme po harrohen. Thotë kërkush flet për bërllog, gjithë flasin për çështje kombëtare, për Kështu që iniciativës ta pastrojmë Kosovën, inshallah i kanë shti në rrjetin e tyre edhe parqet që po sigurisht. Po, sa të kujtoj Janë që dëmtume, e vërtetë është. të pastrohen. Ndërkohë më lejo shumë të falenderoj, kjo është hera parë që na po vinë në unë dhe Fatoni. Falenderit shumë që na ke jep hapësinë, na jemi shumë privilegjuar në fakt studentët sociologjisë që e kemi një kohë televizive, sidomos në emisionin tonë. Lutem. Faleminderit. Çdo emision jeni këtu. Shumë. Vetëm pak. E kam një libër Zonja Marta Ouli, roman është nga Sigrid Undset, për ty e hon, edhe Rilke, tregime. Stefan Zweig. Faleminderit ju. Edhe Naci. Shumë faleminderit kolegja ime. Fatër. Faleminderit shumë. Natën e mirë, mirupafshim. Natën e mirë. Suksese. Ju pres javën tjetër. Ky emision i kushtohet Kosovës, ambientit, fenomeni social tjetër, ndërsa tash do të ras me njëherë, 2 nga prodhues kosovar. Pse neve na duken që gjithçka është e lehtë në Kosovë, ndërsa dikuj tjetër që prodhon jashtë Kosova i duket tregu më i mirë, ndërsa prodhues tonë e kanë shumë vështirë me operu në Kosovë, to s'po mundën me kuptu edhe tutë.